të akuzuar sipas aktakuse prokurorisë Thameloni në Prishtinë, Departamenti për Krime të Rënda në nxenjën PPN Romak numër 17824 12 shkurt 2026. Shqyrtimi fillestar fillon në ora 9:07 minuta. Konstatoj se në këtë shqyrtim fillestar janë të pranishëm prokurori shtetit Bashkim Zeqaj, mbrojtësit sipas autorizimit të bandiurit Atar Marjevci, avokati Pyll Hasani, mbrojtësi sipas autorizimit të bandiurit e tretë të vazhdisë avokati Muhamet Mehmeti, përfaqësuesi palës së dëmtuar Deniza Alidema, avokati Kadri Milkiqi. Ndërsa nuk prezantojnë të bandiurit Atar Marjevci dhe tretë llafashtica për të cilët prokuroria ka propozuar që gjykimi ndaj tyre të mbahet në mungesë, po ashtu mungon e dëmtuara Deniza Alidema, e cila ka qenë njoftuar përmes përfaqësuesit të saj, mirë po mungesën nuk e ka arsyetuar. Po ashtu mungon i dëmtuari Valon Jashari, për të cilën gjykata ka lëshuar urdhëresë për verifikim adrese dhe dorëzim ftesë stacionit policor Veri në Prishtinë. Por nga ky stacion ende nuk kemi pranuar asnjë njoftim lidhur me zbatimin e kësaj urdhërese. Po ashtu mungon e dëmtuara Rinora Dërmaku, e cila ka qenë njoftuar përmes telefonit, mirë po mungesën nuk e ka arsyetuar. Unë jam gjyqtare Fatime Dërmaku, jam kryetare e trupit gjykus që do ta udhëheq procedurën në këtë çështje penale, ndërsa në cilësinë e procesbajtjes është zyrtarja ligjore Tring Zogaj. Pyes palët, a keni vërejtje në përbërjen e gjykatës? Prokuror, avokat, pa vërejtje. Palët deklarojnë se nuk kanë vërejtje në përbërjen e gjykatës. Kryetare e trupit gjykus konstaton se prokuroria themelore në Prishtinë me datë 12 shkurt 2026 ka ngritur aktakuzën në nxenjën PPN Romak numër 178/2024 me propozimin që të bandiurit Atar Marjevci dhe Endrit Llafashtica të zhvillohet gjykimi në mungesë për këta dy të bandiur. Gjykata kërkon nga prokurori i shtetit që të sqarojë se cilat veprime i kanë ndërmarrë dhe a janë përmbushur kushtet për ngritjen e aktakuzës me propozimin për gjykimin në mungesë. Prokuror, nëse mundeni na lidhur me këtë propozim? Në gjyqtore ne e lëmë me diskrecion të gjykatës për vendosjen e saj për kushtet për vazhduar në gjykimin në mungesë. Faleminderit, avokat. Në vefaqen e gjykatës themelore të Prishtinës me datë 3 korrekt 2026 është publikuar njoftimi për mbajtjen e kësaj seance. Ftesa për seancë, aktakuza dhe objekti i shqyrtimit në këtë çështje penale si dhe thirrja për të gjithë personat të cilët mund të kenë informacione relevante për vendodhjen e të bandiurve ta njoftojnë policinë e Kosovës. Po ashtu, në vefaqen e prokurorit të shtetit është bërë publikimi për mbajtjen e kësaj seance, ftesa për seancë, aktakuza, objekti i shqyrtimit në këtë çështje penale si dhe thirrja për gjithë personat që kanë informacione relevante për të vendodhjen e të bandiurve ta njoftojnë policinë e Kosovës. Në gazetën zyrtare të Republikës së Kosovës me datë 3 korrekt 2026 është publikuar njoftimi për mbajtjen e kësaj seance, ftesa për seancë, aktakuza që është objekt shqyrtimi kësaj çështje penale, si dhe thirrja për të gjithë personat të cilët mund të kenë informacione relevante për vendodhjen e të bandiurve ta njoftojnë policinë e Kosovës. Me datë 20 korrekt 2026 për zyra për informim e gjykatës themelore në Prishtinë, nga zyra për komunikim e gjykatës themelore në Prishtinë u dha komunikata për media përmes të cilave u publikua njoftimi për mbajtjen e kësaj seance, ftesa për seancë, aktakuza, objekti i shqyrtimit në këtë çështje penale, si dhe thirrja për të gjithë personat të cilët mund të kenë informacione relevante për vendodhjen e të bandiurve ta njoftojnë policinë e Kosovës. Po, të njëjtën datë dhe ditën në vazhdim, njoftimi për seancë u publikua në të gjitha mediat kryesore që kanë impakt në informimin e publikut, dhe të gjitha këto ligje që është bërë publikimi, gjykata i ka siguruar. Ligjet e publikimit të mediave kemi siguruar. Konform me 303 paragrafi 3 dhe 7 të kodit procedurës penale, gjykata i ka bërë thirrje të bandiurve Endrit Llafashtica dhe Atar Marjevci të dorëzohen dhe të paraqiten sa më parë pranë kësaj gjykate që kjo çështje penale të zhvillohet në prezencën e tyre.
Të gjitha veprimet e lartë përmendura janë ndërmarrë nga gjykata me qëllim të informimit të opinionit të gjerë e me këtë edhe të pandehurve për të garantuar realizimin e të drejtës së tyre, që të jenë të informuar se ndaj tyre po zhvillohet gjykim procedurë penale dhe t'u jepet mundësia për realizimin e mbrojtjes së tyre. Si përfundim, me qenë se nuk prezentojnë në seancë të pandehut e drejt Llapashtica dhe Dagan Mareci, si dhe deri në këtë moment nuk kemi pranuar asnjë informacion nga ndonjë person ose policia për vendodhjen e tyre, gjykata në bazë të njeni 303 paragrafi 7 dhe 8 të kodit procedurës penale marr parasysh se kemi të bëjmë me vepër penale të vrasjes së rëndë. Në tentativë përkatësisht veprës penale të vrasjes së rëndë, të përcaktuar në nenin 104 të kodit penal të Republikës së Kosovës, erdhi në përfundim se gjykimi në mungesë mund të bëhet, pasi që gjykata u bën se në rastin konkret janë bërë përpjekje të arsyeshme për t'i njoftuar të pandehurit Endrit Llapashtica dhe Dagan Mareci për shqyrtimin fillestar për faktin se janë të pandehur dhe për ta siguruar praninë e tyre. Siç e dini, edhe më herët, në këtë akt akuzë janë të përfshirë edhe 7 të pandehur të tjerë, për të cilët gjykimi është mbajtur para më shumë se 2 muajve, respektivisht me 6 muaj, arsyeja pse ne kemi ndarë lodër, kemi veçuar realisht, jemi mundu që këtyre 2 të pandehurve t'ju japim mundësi që të paraqiten dhe të paraqesin zhvillimi i procedurës penale ndaj tyre të bëhet në prezencën e tyre në mënyrë që ta mbrojtë të drejtat e tyre të garantuara me kushtetutë dhe ligje pozitive në vend, por që deri në këtë moment ata nuk janë paraqitur, andaj konformi 303 paragrafi 7 dhe 8 të kodit procedurës penale, marr agendim në bëhet gjykimi në mungesë ndaj të pandehurve Endrit Llapashtica dhe Dagan Mareci me objekt shqyrtimi atë akuzën e prokurorisë themelore në Prishtinë, Departamenti për krime të rënda në Shenjën, PPN Romak nr. 178/2024 12 shkurt 2026, ku i pandehuri Dagan Mareci akuzohet për shkak të veprës penale në bashkëkryje me të pandehurit Korab Kashi, Valdrin Ademi, Ert Mareci si dhe persona NN, është vepra penale vrasje në tentativë nga neni 173 paragrafi 1 në paragrafi 1.5 dhe 1.11 lidhur me neni 28 dhe 31 të kodit penal të Republikës së Kosovës, si dhe veprës penale mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 366 paragrafi 1 të kodit penal të Republikës së Kosovës, ndërsa i pandehuri Endrit Llapashtica akuzohet për veprën penale të kryer në bashkëkryje me të pandehurit Robert Lumica, Salise Kiraqa dhe Fatoz Abazi, vrasje rënd nga neni 173 paragrafi 1 në paragrafi 1.5 dhe 1.11 lidhur me nenin 31 të kodit penal të Republikës së Kosovës, si dhe veprën penale mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 366 paragrafi 1 të kodit penal të Republikës së Kosovës. I akuzuari Dagan Mareci do të përfaqësohet nga mbrojtësi i tij avokati Yll Hasani gjatë gjithë rrjedhës së procedurës penale, ndërsa i akuzuari Endrit Llapashtica do të përfaqësohet nga mbrojtësi i tij avokati Muhamet Mehmeti gjatë gjithë rrjedhës së kësaj procedure penale. Pajisja me prova shkresa tonë të avokatëve brez. Po, ndërruar zonë gjyqtare, gjithë avokatët kanë marrë pajisjen me shkresën. Faleminderit prokurori shtetit.